Një nga thesaret më të çmuara të identitetit kulturor, arti i të luajturit, të kënduarit dhe bërjes së lahutës është përfshirë zyrtarisht në pasurinë botërore të trashëgimisë kulturore jo materiale të UNESCO-s në listën për nevojë urgjente mbrojtje. Lajmin e ka bërë me dije Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve Blendi Gonxha përmes një postimi në rrjetet sociale ku thekson se ky sukses është rezultati një procesi të gjatë kërkimor të udhëhequr nga grupi studiuesve Vasotole, Shaban Sinani, Rigers Halili, Armanda dhe Suzan Oge. Arti i të kënduarit, të luajturit dhe bërja lahutës përfaqëson një element thelbësor të identitetit në hapësirën shqiptare rurale, të kultivuar ndër shekuj në krahinat veriore dhe përtej, që nga Malësia e Madhe, Dugaxhini, Malësia e Gjakovës, Rugova, Drenica, Plava dhe Gucia. Eposi i kreshnikëve dhe baladat traditës shqiptare veriore në duart e lahutarit kanë shprehur në shekuj virtytet e trimërisë, shëndresës, nderit, besës dhe mikpritjes. Ky sukses është rezultati një procesi të gjatë kërkimor të udhëhequr nga grupi i studiuesve. Puna e tyre së bashku me sesionet komunitare dhe kërkimet në terren finalizoi një dosje të standardeve më të larta të UNESCO së dorëzuar në mars të 2024-s. Procesi u mbështet nga Ministria e Kulturës në bashkëpunim me Fondacionin Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim në kuadër të marrëveshjes për përgatitjen e dosjeve të trashëgimisë jo materiale shqiptare. Shqipëria mbetet e angazhuar për të ruajtur, promovuar dhe fuqizuar këtë pasuri të rrallë kulturore, duke mbajtur të hapur edhe bashkëpunimin e ardhshëm me Kosovën, shkruan Gonxha në Facebook. Përfshirja e lahutës në listën UNESCO synon të garantojë ruajtjen, dokumentimin dhe promovimin e këtij instrumenti unik, i cili është transmetuar brez pas brezi përmes këngëve epike dhe rrëfimeve tradicionale. Ky vlerësim ndërkombëtar pritet të rrisë vëmendjen ndaj trashëgimisë së pasur kulturore shqiptare dhe të nxjisë iniciativa të reja për mbrojtjen e saj. Lajmi për përfshirjen e lahutës në UNESCO u komentua edhe nga kryeministri Edi Rama, i cili përmes një publikimi në rrjetin social, përmes një video që shoqëron një interpretim në lahut, shkruan: Lahuta pjesë UNESCO. Lahuta është shpallur zyrtarisht pasuri e trashëgimisë kulturore jo materiale në listën e UNESCO për mbrojtje urgjente.